historia e emrit është shumë e bukur. Nuk po gjeja një emër që t'i përshtatej dhe në një listë me emra i lirë më del një emër Sarmin. Sarmin, Sarmin, ishte një vend i lirë, thoshte për kthime aty, dhe në të njëjtin moment më vjen një koment, aso kohë ka qenë Facebooku, edhe shtatzën nuk e ke humbur Sharmin. Dhe u bë si match në kokën time dhe thash, okay, Sharmin është emër shumë e bukur. Ja qellua, po. Emër kallëzore në fakt, sepse ashtu është rasta. Edhe tash kështu do ta ketë. Po, tani nuk është një emër shumë i zakonshëm, kështu që ndoshta edhe kur ja ka thënë Lea 5 vjeç aso kohë apo 4, te jatit ky nuk është se ka kuptuar, po edhe ka besuar. Ka thënë që më këto emra të çuditshëm që gjen kjo. Edhe mbasi lindi Sharmin, sigurisht gëzimi i madh edhe Sharmin po ashtu buçko e këndshme. E merrnin sigurisht shokët e vet, edhe për ta uruar e kështu, dhe i thoshin, si e ka emrin? Dhe unë e gjeja, se s'kishte guxim më pyeste mua. Se ishte pak të i me ndaluar. Edhe pyeta, Oli, si e ka emrin kjo motre?